ju njoftoj se kemi pranuar 5 aplikacione nga kandidatët, ndërsa me post nuk kemi pranuar asnjë aplikacion. Fillimisht sekretariati, duke u bazuar në nenin 8 paragrafi 1 dhe 2 të rregullorës 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës, ka rishikuar materialet e pranuara nga secili aplikues për të përcaktuar nëse kanë plotësuar kriteret e kërkuara me rregullore për të konsideruar formalisht si kandidat për këtë pozitë. Si dhe pastaj sekretariati po ashtu i ka dorëzuar pra panelit vlerësues edhe listën e kandidatëve për shqyrtim dhe konfirmim. Paneli vlerësues me datë 17 qershor 2026 ka shqyrtuar aplikacionet e këtyre kandidatëve së bashku me dokumentacionin e siguruar nga sekretariati lidhur me plotësimin e kriterëve sipas rregullores në fuqi, ku në këtë takim janë ftuar për monitorim përfaqësuesit e mediave, shoqërisë civile si dhe partnerët tanë ndërkombëtar. Pas shqyrtimit të aplikacioneve, paneli vlerësues për emërimin e kryeprokurorit të shtetit ka vlerësuar se të gjithë kandidatët, pra që të 5 i plotësojnë kriteret e kërkuara si